ja si bëhen rrahja e krave në momentin kur kemi dështim. Kjo është një tregues. Ja dhe këtu në skam. Me furqë ose me diçka i largëm këtë blet, mund të fusim si që është, para se të filloj Halili me në qizim, unë e kontrollova qëket, tu kishte qibuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Në të 6 qibuk ishte vezë. Tu kemi 2 vezë. Shife. Tu kemi prap 2 vezë tjera. Tu kemi prap 2 vezë tjera. Kjo është dhe me thonë. Halil, me që e këndes kamerën, po do me di që kem të bëma, po? Po pa tjetër që po. Me siguri të punu diçka që është interesant. Para një muaj fix 25 prill, kam bon ndarje. Këtu ka qenë një koloni me 5 korniza pjell full. Kemi postu këtë video, edhe kemi bon një ndarje. Kemi lanë vetëm 2 korniza me pjell të hapur dhe ushqim një, kurse ata tjetrën e kemi largu anash, dhe më thonë skaja që, e cila prap ka rrit 5 korniza pjell dhe kemi kalu në koloni 10 rrugmiz. E kemi postu edhe video që e kemi kalu 10 rrugmiz. Kurse këto ka pas qibuk, dhe tani të shofim a ka sukses, ose çka ka ndodhur. Tu ka pasëm amzor, ha? Po. Ose qibuk. Po. Por shkak se a kthit gjithë bleta e kollosës këtu, i kemi pashtu edhe 2 korniza qera, një me ushqim dhe një thatë, parësi që të kenë punë, sepse dhe ka pas atëherë kollosë shumë, dhe në momentin që e lajmë bosh kolonia, do më thonë mund të fillojë të bëjnë hoje këtu në kapak, të izbreset e poshtë, për atë e kemi bloku, edhe pse kemi mund të folë në ngushtim. Kjo është diçka nuk ka fikse, kush si do vepron. Halil, në start, në hapjen e këshirës për kuptoj se ka dështu qibuk. Arsia? Arsia është duke bo zhurmë shumë. Edhe pse nuk dëgjohet për shkak të... Mikrofonët janë të tillë që ja marrin vetëm zonin e njeriut, nuk ndëgjohet. Po do t'ja bashkangjes një skenë prapavit ta shihni se si bën zhurmë kolonia ose bën rrahjet e krave të cilat mund t'i shihni. Ç'është të nxjerrin një kornizë. Ja, veç pa, një moment. Ja si bëhen rrahja e krave në momentin kur kemi dështim. Kjo është një tregues. Ja dhe këtu në skam. Si që thash, sepse kemi vendos pite të reje, edhe pse s'ka pas betresh, sepse ka punu dhe ka hedhë të ushqim. Qife? Po ta këshim lanë këtë venin bosh, e gjithë kjo energjia të shkonte në një pite, më thonë të kotë, se në fundit du të largoj. Ta ka fillu bleta kontore vezë. Nëse nuk ka fillu, ne mund t'i japim një mbretresh të fekunduar ose një qibuk. Halil, ka mjaft ushqim, sigurisht s'ka pas tjetër punë veç të sjellë ushqim, edhe nuk ka vezë, hiç fare. Po gjatë kontrollit në mëngjes kemi has në një koloni e cila do ndrrim të qetë dhe kishte në 2 korniza qibuk. Kështu që do t'ja marrim aty një qibuk dhe do ta vendosim këtu në mes. Ja ka qibuki, ki mund të jetë i dështuar, po kemi nga ana tjetër një tjetër. Më të shkurt, sepse aty ka mund të bire larva poshtë. Edhe një këtu në skaj e kemi. Çka duhet sigurohemi? Duhet sigurohemi që mos ta kemi mbretëreshën. Dhe nuk guxojmë ta shkundim sepse larvën e dëmtojmë. Edhe këtu një qibuk tjetër e kemi. Të hapur. Domethënë kolonia ka shanca mjaft për ta shpëtuar koloninë aty. Është mirë ta kemi furçën, po për momentin se kemi, që të largojmë bletet. Ale vetëm një sekond. Me furçë ose me diçka i largojmë këto blet. Mund ta fusim siç është. Mbretëresha është me ngjyrë të kaltër dhe nuk ishte aty. Ja. E fosi me shumë kujdes, ka thuaj se 4 qibuk.
Gjasat për ta pranuar këtë çibuk janë të mëdha, ka raste kur nuk i pranon, sidomos nëse kolonia ose bleta punëtore ka filluar të bëjë vezë. Alin me kaq i mbyllim. Prej 5 ndarjeve, domethënë 3 kanë pas sukses, mbretëreshat janë prezent, presin të fekondohen ose të fillojnë me vezë. Tu kemi një dështim tjetër, këto ka filluar bleta punëtore të hedhë vezë. Nëse doni mund ta shohim edhe këtë. Por bletarët e ri mund të jetë diçka e re dhe interesant. Ja. Nisë janim ushqimorët pa qëtër sepse i kemi ushqi koloniat kër i kemi nda. Kemi dhënë dikon nga 1-2 litra shrop. Pavarësisht se s'ka mbretëresh, nuk janë shumë agresiv. I ka qetësu nektari. E nxjerrë koloninë direkt nga mesi. Kjo është një dëshmi e dështimit në momentin kur mbretëresha ka dështu dhe kontrollin e ka marrë një bletë punëtore. Ashtë. Dhe ka filluar me vezë. Me vezë. Tani ndoshta edhe kemi mundësi të shohim edhe vezët e bletës punëtore. Vajtim? Po, vetëm pak Halil. Një sekond. Dikush thot nga e din se ka fillu bleta punëtore. Indikatori kryesor sepse kjo ka zhurmë. 1. Indikatori ditë ose sinjalistika e ditë është sepse në qeli shohim nga 2 vezë dhe jo në mënyrë të rregullt. Para se të filloj Halili, një informacion shumë e rëndësishëm, para se të filloj Halili me inqizim, unë e kontrollova çka. Tu kishte çibuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Në të 6 çibuk kishte vezë. Mbretëresha s'ka shans ta bëjë këtë, plus ka qenë e re dhe kjo absolutisht është domethënë e pamundur. Kështu që bleta punëtore ka marrë kontrollin dhe hedh vezë, domethënë kot. Në qelit. Halil, mundesh me afru me zonë ose më jep mua ta bëj një farë inqizimi direkt në vezë. Që urdhra? Siç po e shihni, këtu kemi një vezë në skaj. Tu kemi 2 vezë. Shife. Tu kemi prap 2 vezë tjera. Tu kemi prap 2 vezë tjera. Kjo është domethënë kur bleta punëtore ka marrë kontrollin. Halil, besoj mjafton? Po. Dhe ishte e qartë shumë, domethënë komplet kjo është me vezë. Dikon ka një vezë, dikon ka 2 vezë. Siç e pata edhe vet, kjo ishte domethënë shenja kryesore se kjo ka dështu. Sigurisht se janë kurios ta dinë se ç'është zgjidhja. Halil, dikush thot mund ta vendosim një kornizë me pjellje të reja, por nuk ka sukses për arsye se nuk do ta vujnë çibukun. Edhe nëse bëhet çibuk. Se kemi pas raste kur e kanë nxitë dhe e kanë bën, nuk del mbretëreshësore, kush të da ushqeje ata. A kjo ushtri këtu? Nuk mjafton. Domethënë prapë është një edhe mund të dështoje. Zgjidhja tjetër është të marrim një mbretëresh të fekonduar, do ta vrasim, nuk e pranoj, sepse ka komand. Ka domethënë këtu tash komandues. Ashtu. Zakonisht zgjidhja më saktë edhe më e drejtë ali që e praktikojmë edhe nuk e lodh krijen fare, është bashkimi me një koloni tjetër. Se kjo është nukleus ndarje, për këtë vit ka mbaruar çka do të veprojsh. Domethënë është ndarje. Ma mina ta bashkojsh, nga fundi i qershorit mund ta bëjmë një ndarje tjetër. Edhe prap kemi sukses. Unë shpresoj t'ju kesh pëlqyer video, nëse keni ndonjë ide më të mirë për në zgjidhje në këtë raste, ju lutem na komentoni poshtë. E mirëpresim. Faktikisht patët mundësi të shihni 2 raste të ndryshme, 2 dështime, po në një shoqëri nuk e kish marrë komandën ende bleta punëtore dhe ne i vendosëm çibuk ose amzor për të pas mundësi me lindën dhe në shoqërinë e dytë ishte e dështuar, por komandën vetë se e kish marrën bleta punëtore. Ne kemi provuar të japim edhe çibuk të mbyllur në kafaz, domethënë me ato kafaz janë për çibuk, jo për mbretëresha. Momenti që ka lindë kanë vrarë. Faktikisht në momentin kur bleta punëtore merr kontrollin, ma shpresë tek ajo koloni nuk ka për të pranuar mbretëresh. Është edhe teknika e shkundjes. Domethënë këto në mbrëmje bëhen shkundja dikon 50 metra, pastaj vendoset një mbretëresh, ku të kthehet ajo mund ta pranojnë, po unë mendoj prapë se është ajo lodhja mund të dështojë. Kështu që zgjidhja më të mirë dhe më të saktë, pa u lodh fare kokën, është bashkimi. Kjo është mendimi personal. Nëse ju ka pëlqyer video, na shtypni një like dhe ne ju përshëndesim. Kalofshi mirë. Mirë që dhe shihemi në epizoda tjera.